Me sa sheqer duhet ta pini kafen që mos të keni problem me shëndetin tuaj? Sigurisht dita e të gjithëve nis me kafen e mëngjesit. Dikush e pi në shtëpi, dikush në kafe dhe dikush tjetër në zyrë. Të gjithë i drejtohemi kafes, pavarësisht nëse kemi ngrënë mëngjes apo jo. Kafeja është një nga pijet më të rëndësishme për të nisur ditën çdo mëngjes. Është shndërruar në një përbërës jashtëzakonisht të nevojshëm për një mëngjes energjik. Studimet konfirmojnë se njerëzit mund të heqin dorë nga alkooli, por e kanë të pamundur të heqin dorë nga kafeja e mëngjesit. Studimi në fakt nuk vlen për të gjithë, por thekson rëndësinë e kafes në jetën e shumë njerëzve. E megjithatë, disa preferojnë të pinë kafe pa përbërës të tjerë shtesë si sheqeri, e disa as që mendojnë kafen e hidhur pa pasur pak ëmbëlsi. Të gjitha këshillat e nutricionistëve bashkohen në një pikë: mos e teproni me sheqerin. Sipas të dhënave, për një filxhan të vogël kafeje ekspres normale, e cila përmban 30 ml kafe, sasia e tolerueshme e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 3.1 gram, që do të thotë më pak se një lugë çaj sheqer, ose pak lugë çaji. Sipas studimeve të ndryshme, një lugë çaj e plot sheqeri në një filxhan kafe ekspres rrit përqindjen e sheqerit në më të lartë se sasia e sheqerit që përmban një godë Coca-Cola. E njëjta gjë vlen edhe për kafen turke, e cila zakonisht përgatitet në shtëpi. Ndërkohë, për një filxhan të madh cappuccino, i cili përmban 25 ml kafe dhe 85 ml qumësht, sasia e tolerueshme e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 7 gram, që do të thotë më pak se 2 lugë çaj sheqer. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon një sasi prej 25 gram sheqer si një sasi të shëndetshme ditore. Me fjalë të tjera, 6 lugë çaj sheqer. Por kujdes, kjo sasi rekomandohet gjatë gjithë ditës në varësi të ushqimeve që konsumoni, duke përfshirë kafen së bashku me ushqimet e tjera.